Takohen krerët e partive politike parlamentare përveç LSDM-s bisedojnë për çështjet e hapura. Shpërthen zjarr në një banesë në Tetov, babai ndëron jetë, i biri lëndohet. Ish avokati i shtetit Femi Stafaj vazhdohet paraburgimi edhe për 30 ditë. Ministria e Ekonomisë vlerëson se momentalisht nuk ka nevojë për ndërhyrje për uljen e çmimeve. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Në klubin e deputetëve në Shkup sot është mbajtur takimi liderëve të partive parlamentare politike përveç atij të LSDM-s. Kryeministri Kristian Mickoski, i cili e propozoi këtë takim, ai deklaroi se ishte një takim frytdhënës dhe me shumë ide. Këtë takim të deputetëve dhe liderëve të partive politike e ka ndjekur gazetarja jon Emine Ismaili Luzha. Nëse po na dëgjon Emine, fjala për ty. Përshëndetje Aziz, në këto momente sapo kanë përfunduar deklaratat e liderëve të partive dhe përfaqësuesve partijake, të cilët ishin në takimin e thirrur nga kryeministri Kristian Mickoski, takimin e liderëve. Unë do të mundohem që të bëj një përmbledhje nga deklaratat e tyre pas një takimi i cili zgjati plot 3 orë. Takimi nisi pa ndonjë vonesë, nisi në takim morën pjesë kryeministri Kristian Mickoski nga koalicioni Vlen. Takimi u përfaqësua nga njëri nga liderët e koalicionit që është Bilal Kasami dhe koordinatori i grupit parlamentar të Vlenit Bekim Çoku. Po ashtu në takim kishte përfaqësues edhe të partisë Levica, të partisë Znam dhe pra të BDI-s, të Frontit Evropian. Në deklaratat e tyre pas këtij takimi që të gjithë liderët dhe përfaqësuesit thanë se ka qenë një takim konstruktiv dhe takim i frytshëm. Kryeministri Kristian Mickoski tha se ndjet i kënaqur që të gjithë liderët e partive të tjera kanë thënë që ky takim ka qenë konstruktiv dhe mendon që një takim të ngjashëm ta përsërisin edhe sa më shpesh. Kujtoj që në tavolinën e liderëve mungoi kryetari i LSDM-s Venko Filipçe, i cili ftesën e kryeministrit e kishte refuzuar para se ajo të dërgohej formalisht nga kryeministri drejt liderëve, duke thënë se ai nuk do të takohet me kriminalë dhe se kjo ftesë e kryeministrit është alibi për të organizuar zgjedhje të parakohshme parlamentare, edhe pse, siç tha kryeministri, në këtë takim nuk kishte qenë temë e diskutimit zgjedhjet të parakohshme. Temat të cilat ishin diskutuar sot gjatë takimit thanë se kanë qenë kryesisht ekonomike dhe politike, ndërsa temat kyçe ashtu siç edhe ishte paralajmëruar ishin qeveria teknike, ligje që lidhen me agjendën reformuese, avokati i popullit, kodi zgjedhor. Kryeministri tha se parimisht kanë gjetur pajtueshmëri për ligjet për qeverinë, për heqjen e qeverisë teknike, edhe atë se ka pasur disa propozime pra që qeveria teknike të hiqet jo në zgjedhjet në vijim, por pas zgjedhjeve pra që pasojnë të dytat me radhë. Në ndërkohë, pajtueshmëri tha se gjithashtu kishte pasur për ligje që lidhen me agjendën reformuese. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti tha se pajtohen me projektin e Safe City-t, ndërsa për se a do të votojnë apo jo ligje që lidhen me qytetin e sigurt e që duhet të njëjtë implementimin më një shkurt, do të vazhdojnë diskutimet në koordinatorët e grupeve parlamentare, pasi që në këtë takim
ishin përveç liderëve ishin të thirrur edhe koordinatorët e grupeve parlamentare që janë në kuvend. Ali Ahmeti gjithashtu tha se për temat të tjera që lidhen me Baden-Tenin dhe temat të tjera etnike janë dakorduar me kryeministrin që të mbajnë një takim tet-a-tet në të ardhmen, duke mos specifikuar se kur do të mbahet i njëjti takim. Të njëjtën edhe kryeministri e pranoi, por nuk dhanë ndonjë specifik tjetër se kur dhe si do të mbahet. Kryetari i Komunës së Tetovës, pra edhe i lëvizjes Vesa Bilal Kasami, tha se gjithashtu në këtë takim kanë propozuar që t'ju jepet sa më shumë mundësi për votim diasporës, pra të gjenden mundësi të tjera që diaspora të mund të votoj, për shkak se ajo përbën një element shumë të rëndësishëm, sidomos për ekonominë e vendit. Ajo që ra në sy ishte mungesa e kryetarit të lëvizjes ZNAM, Maksim Dimitrievski, dhe përfaqësues të partisë së tij thanë se kjo nuk duhet të spekulohet për mungesën e tij, pasi që kryetari i tyre kishte disa aktivitete të dakorduara prej më herët jashtë shtetit dhe nuk mund të ishte sot në takim, por ai tha se me rëndësi është që lëvizja ZNAM pra ka marrë pjesë në takim. Në këtë takim ishte edhe partia Levica, gjithsesi Dimitar Apasiev, i cili i surprizuar që ky takim ka qenë konstruktiv dhe ndër propozimet e tyre kishte qenë, pra se njëra ndër temat ishte edhe avokati i popullit dhe propozimi i tyre kishte qenë që pra avokati i popullit të jetë kësaj here rom. Lusë regjin që deklarata që kemi arritur t'i sigurojmë, t'i dëgjojnë qytetarët, ndërsa kjo ishte e gjitha që u zhvillua për gjatë 3 orëve të takimit të liderëve dhe deklarata që ato dhanë veç e veç pas këtij takimi. Studio? За техничката влада, сите денеска присутни се согласивме. Имаше сугестија од еден од присутните да се направи консултација со меѓународната заедница, но генерално сите се согласивме дека техничката влада треба да замине во минатото. Мислам дека треба да покажеме одговорност и пред меѓународната заедница, дека сами можеме да носиме зрели одлуки, па така и за мене ова е зрела одлука и мислам дека техничката влада треба да замине во минатото. Ka mbetur tema akoma të pa konsumuara, por që kanë të bëjnë me zhvillimet politike në vend, disa pika të cilat unë kam menduar që t'i vënë këtë tryez të komunikimit, mbeten që në të ardhmen të zhvillohet një takim në mes të meje dhe Kristian Mickovskit për të diskutuar dhe për të parë se çfarë zgjidhje mund t'u japim. Sa i përket qeverisë teknike, që jemi që ajo zgjidhje përkohshme të largohet me mundësinë që kjo të implementohet pas këtyre zgjedhjeve, pra të mos vlej për këto zgjedhje, po për zgjedhjet më pas, pra të largohet si zgjidhje e përkohshme. Po ashtu sa i përket debatit dhe diskutimeve që ka të bëjë me kodin zgjedhor, u diskutuan disa çështje, unë dua të theksoj atë që ishte qëndrimi jon dhe kërkesa jon në takim, ka të bëjë me votimin e diasporës, pra kërkuam që të shqyrtohet mundësia që të ketë diaspora më shumë mundësi për të votuar, sepse ne vlerësojmë që diaspora është një kontributor i rëndësishëm i zhvillimeve veçanërisht ekonomike në vend.
Ndërkohë, takimin e liderëve ka komentuar edhe partia opozitare maqedones dhe LSDM, edhe pse kreu i kësaj partie nuk ka marrë pjesë, ata kanë dërguar një porosi. Sipas tyre, kushdo që do të merr pjesë në takimin e sotëm të liderëve të thirrur nga kryeministri Hristian Mickoski, legjitimon krimin dhe korrupsionin. Sipas LSDM-s, pjesëmarrësit në takim bëhen bashkëfajtor në legjitimitetin e korrupsionit të koalicionit VMRO-DPMNE-ZNAM në fushatën anti-BE të qeverisë dhe në planin për zgjedhje të parakoshme pa kushte për zgjedhje të drejta. Ata përmendin gjithashtu planin ashtu quajtur emigrant për para. Nga atje thonë se LSDM mbetet me qytetarët, mbetet në anën e Maqedonisë, sa në anën e integrimit në frontin për drejtësi dhe kundër krimit dhe korrupsionit. Babai 76 vjeçar dhe djali i tij 51 vjeçar kanë pësuar gjatë zjarrit që ka kapluar banesën e tyre mbrëm në Tetov. Babai ka ndëruar jetë, ndërsa djali ka pësuar lëndime gjatë përpjekjes për të shuar zjarrin. Nata e mbrëmshme ka qenë tragjike për një familje në Tetov, ku babai 76 vjeçar ka ndëruar jetë, ndërsa djali i tij 51 vjeçar ka marrë lëndime të rënda. Ky është bilanci i tragjedisë, ku banesa e tyre ishte përfshirë nga flakët, e cila është përhapur me shpejtësi dhe ka qenë fatale për 76 vjeçarin. Më pak pasoja ka pasur djali 51 vjeçari viktimës. Ai ka pasuar djegje gjatë përpjekjeve për të shuar zjarrin, ndërsa me automjet të ndihmës së shpejtë mjekësore është dërguar në spitalin klinik të Tetovës për ndihmë mjekësore. Zjarri është shuar nga njësia territoriale kundër zjarrit Tetov. Ekipet e zjarrëfikësve kanë qenë në terren me 3 automjete. Në të njëjtën banesë, para disa ditëve ka pasur gjithashtu një zjarr. Zjarrëfikësit kanë treguar se në këtë banesë është përdorur bombol gazi. Në vendin e ngjarjes është e kryer këqyrje nga prokurori publik dhe ekipi inspektues i SPB Tetov. Ish avokati i shtetit Femi Stafa, ndaj të cilit po zhvillohet hetim për marrje rishfeti, mbetet në burg pasi gjykata penale ja ka zgjatur masën e paraburgimit edhe për 30 ditë të tjera. Paraburgimi një mujor i Stafës i caktuar fillimisht skadonte këto ditë, ndërsa zgjatja për 30 ditë të tjera u konfirmua këtë mëngjes nga gjykata penale. Stafa u arrestua me 13 dhjetor të vitit të kaluar për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale të marrjes së shpërblimit për ndikim të paligjshëm. Sipas prokurorisë, në periudhën nga tetori deri më 13 dhjetor i dyshuar i Stafa ka marrë gjithsej 50.000 euro për të ndërmjetësuar dhe për të ndikuar tek një gjyqtar në gjykatën e apelit në Shkup, lidhur me një rast që lidhej me klientin e tij, pra personin që ai e përfaqësonte si avokat. Qëllimi, sipas prokurorisë, ishte të ndikonte përmes rishfetit mbi kryerjen e një veprimi zyrtar që nuk duhej të kryej. Me kërkesë të prokurorisë, gjykata penale ka caktuar 8 ditë paraburgim banorit të Shkupit, i cili të dielën theu derën e hyrjes së ambasadës bullgare në Shkup. Me 11 janar, i dyshuari nga urrejtja dëmtoi derën hyrjes të ambasadës së Republikës së Bullgarisë, duke thyer xhamin e derës me një gur dhe duke u larguar më njëherë në drejtim të panjohur, njoftuan autoritetet. Të dielën banori i Shkupit theu derën e hyrjes të ambasadës së Bullgarisë në qendër të Shkupit. Incidenti u konfirmua nga fotot dhe videot të publikuara nga Ministria e Punëve të Jashtme bullgare, e cila reagoi ashpër duke vlerësuar ngjarjen si një sulm ndaj misionit diplomatik të vendit. Në video, sulmuesi afrohet ambasadës dhe godet fort derën, pas së cilës largohet. Aktualisht nuk ka nevojë për masa qeveritare për uljen e çmimeve të produkteve bazë ushqimore. Ministria e Ekonomisë dhe Punës ka njoftuar se çmimet kanë shënuar ulje prej 0.4% dhe nisur nga këto rezultate pritet që ky trend të vazhdojë. Ministria e Ekonomisë dhe Punës momentalisht nuk e konsideron të nevojshme që të ndërhyjnë me masa qeveritare për uljen e çmimeve të produkteve bazë ushqimore. Ministria ka bërë analizat e paralajmëruara dhe sipas tyre, çmimet kanë shënuar ulje për 0.4%. Nisur nga këto rezultate, Ministria do të pretë që ky trend të vazhdojë para se të vendosin që të ndërmarrin ndonjë masë.
Tani për tani nuk shohim arsye që të ndërmarrim ndonjë kufizim të marzhës përfituese apo kufizim të çmimeve. E ndjekim situatën çdo ditë. Jemi në komunikim me përfaqësues të Inspektoratit Shtetëror të Tregut dhe nëse ka nevojë do të reagojmë. Por në muajin dhjetor, çmimet në pjesën e ushqimit dhe pijeve janë ulur për 0.4%. Jam i bindur se ky trend do të vazhdojë. Ministri Besar Durmishi foli edhe për ligjin e ri për pirjen e duhanit, për çka tha se ligji vetëm është vendosur në regjistrin elektronik kombëtar të rregulloreve dhe për të do të ketë debat publik sa i përket zbatimit të ligjit. Ai tha se inspektoratet kompetente momentalisht kanë mungesë të punësuarve, por se pret që gjendja të ndryshojë ka mesi i vitit. Por sa i përket kësaj, thash që do të ketë punësime të reja, domethënë faktikisht më falni ka punësime të cilët janë bërë vitin para prag dhe tani mo ata janë duke u trajnuar dhe duke u përgatitur. E dini që duhet më së paku një vjet të ketë përvojë punë, trajnim që të merr licencën dhe të mundet që të jetë inspektor në terren. Tani për momentin, domethënë prej vitit para prag janë 40 për tyre, pavarësisht 40 shumë për tyre të cilët janë të punësuar dhe dikund ka mesi këtij viti do të marrin licencën për të qenë inspektor dhe do të mundet që të ushtrojnë detyrën e tyre. Projekt ligji për mbrojtje nga duhani parashikon ndalim të plotë të pirjes së duhanit në të gjitha hapësirat e mbyllura, përfshirë cigaret elektronike. Pirja e duhanit do të lejohet vetëm në hapësira të hapura, të përcaktuara rreptësisht, pa xhama, pa mbulesa dhe pa ndarje të improvizuara. Ndalimi përfshin institucionet shëndetësore, arsimore dhe shtetërore, vendet e punës, restorantet, kafenet dhe baret, transportin publik, përfshirë taksit, hapësirat e përbashkëta në ndërtesat e banimit, si dhe automjetet private nëse do të ndodhet një fëmijë. Rreth 38% e adoleshentëve në Maqedoninë e Veriut kanë provuar cigare, ndërsa qytetarët pinë mesatarisht deri në 20 cigare në ditë. Projekt ligji i ri për duhanpirjen parashikon ndalim të plotë të pirjes së duhanit në hapësirat publike, gjoba të rrepta dhe kufizime për reklamim. Sipas hulumtimeve më të fundit të Institutit të Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, gjendja e përdorimit të duhanit në vend është shqetësuese. Rreth 45.4% e popullsisë së rritur janë duhanpirës aktiv, ndërsa 15.6% janë ishë duhanpirës. Jo duhanpirës, pra persona që kur nuk kanë provuar produktet e duhanit, janë 39%. Kjo shkallë e duhanpirësve aktiv është dukshëm më e lartë se mesatarja europiane prej 19.7%, por e ngjashme me atë të vendeve të Ballkanit. Sipas të dhënave, një duhanpirës aktiv në Maqedoninë e Veriut konsumon mesatarisht deri në 18 cigare në ditë, ndërsa shifra më e shpesht është rreth 20 cigare. Më shumë cigare zakonisht pinë meshkujt. Gjendja të të rinjët është gjithashtu shqetësuese. Sipas hulumtimit të ESPAT, projekti europian i anketimit në shkolla për alkoolin dhe drogat e tjera, 38% e adoleshentëve të moshës 15 dhe 16 vjeç kanë provuar cigare, ndërsa 21% kanë provuar edhe cigare elektronike. Hulumtimet tregojnë se 7.7% e të rinjëve të moshës 13 deri në 15 vjeç janë duhanpirës aktiv. Përdorimi i duhanit edhe produkteve të duhanit në Republikën e Maqedonisë së Veriut rregullohet me disa ligje, ndër më të rëndësishmet janë ligji për mbrojtje shëndetësore, ligji për mbrojtje nga duhanpirja dhe ligji për kontrollin e duhanit edhe produkteve të ngjashme. Përveç kësaj, në vitin 2006, Ministria e Shëndetësisë nënshkroi Konventën Kornis për kontrollin e duhanit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, e cila synon kufizimin sistematik të përdorimit të duhanit dhe mbrojtjen e shëndetit publik. Hulumtimet e Institutit të Shëndetit Publik tregojnë se zgjidhjet ligjore të deritanishme kanë pasur efekt të kufizuar për shkak të zbatimit të paqëndrueshëm dhe mbikëqyrjes së dobët. Nevojitet në ndryshime shtesë ligjore që do të rregullojnë më qartë dhe më rreptë të gjitha aspektet e përdorimit, shitjes dhe promovimit të produkteve të duhanit. Projekti i ligji, i cili së fundi është nënshtruar debatit publik, prezanton ndryshime serioze dhe rregulla më të rrepta për mbrojtjen e shëndetit publik. Risitë kryesore janë ndalimi plot i pirjes së duhanit në hapësirat publike dhe të punës, kufizime të rrepta të reklamimit dhe promovimin e duhanit dhe nikotinës, si dhe gjoba të larta për mos respektimin e dispozitave ligjore. Nesër dhe të premtën në vend parashikohet të mbajë mot i qëndrueshëm dhe më i ngrohtë me kushte për paraqitje të mjegullës së mëngjesit nëpër Lugina, njoftojnë nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike.
Gjatë ditës së nesërme temperaturat minimale do të lëvizin në interval prej -6 deri në -1 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale të ditës do të jenë nga 6 deri në 13 gradë. Sipas parashikimit të DPHM-s, gjatë fundjavës priten vranësira e rritur dhe rreshje e përkohshme lokale e shiut, ndërsa në pjesët malore më të larta rreshjet do të jenë të borës. Temperaturat e ditës sërish pritet të jenë në rënje. Përfaqësuesi i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, pas takimit me dy krerët shtetëror të Kosovës, presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministrin në detyrë Albin Kurtin, theksoi se do të punojnë që në vitin 2026 të arrihet rezultatet që su arritën në vitin paraprak. Jam i lumtur që jam sërish në Kosovë, kjo është vizita ime e pare këtë viti. Urime për zgjedhjet, pres me interes që kuvendit të konstituohet dhe qeveria të formohet. Ne vazhdojmë të punojmë për çështjet e dialogut me shpresën që vitin 2026 të sjellë atë që 2025 nuk arriti ta jap. Pikërisht për këtë arsye e nisa vitin me një vizitë pune këtu dhe më pas në Beograd gjatë kësaj jave, ka thënë ai në një deklarim për media pas përfundimit të takimit me presidenten. Sorensen theksoi se do të punojnë për bisedime duke paralajmëruar edhe vizitë nga përfaqësuesja e të BE-s Kaja Kallas. Ajo që ne do të bëjmë është ajo që na kërkohet nga dialogu, të sigurohemi që të dy palët do të ulen dhe të bisedojnë, potencoi ai. Agencia e lajmeve të aktivistëve të drejtave të njeriut me Selin SHBA njoftoi të martën se numri të vdekurve nga protestat në Iran është rritur në 2550, përfshirë 2403 protestues dhe 147 personel sigurie dhe mbështetës të qeverisë. Në ditën e 17 të protestave mbar kombëtare në Iran janë regjistruar 614 tubime proteste në 187 qytete, duke mbuluar të 31 provincat në vend. Rana raportoi një total prej 18.434 arrestimesh, 1.134 raste të lëndimeve të rënda dhe 97 raste të rrëfimeve të detyruara në transmetim. Megjithatë, nuk ka një shifër zyrtare gjithëpërfshirëse për viktimat gjatë këtyre protestave. Ndërprerja e komunikimit në vend mbetet në fuqi. Zyrtarët iranian kanë akuzuar SHBA-n dhe Izraelin për mbështetjen e atyre që i përshkruajnë si protestues të armatosur, të cilët kanë kryer disa sulme në vende publike në të gjithë vendin. Presidenti i SHBA-s Donald Trump tha të martën se SHBA-ja janë të përgatitur të ndërmarrin masa shumë të forta nëse raportet se Irani planifikon të ekzekutojë protestuesit rezultojnë të sakta. Komisioni Evropian prezentoi zyrtarisht të mërkurë një paketë huaje prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën. 2/3 e paketës do të përdoren për të ofruar ndihmën ushtarake për Ukrainën, çka mund të përfshi prokurimin e armëve dhe municioneve edhe nga jashtë BE-s, tha presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen. 30 miliardë euro të mbetura do të përdoren për të mbuluar boshllëkun e pritshëm në buxhetin e Kievit. Sipas Komisionit, Ukraina ka nevojë për 135.7 miliardë euro mbështetje ushtarake dhe buxhetore në vitet 2026 dhe 2027. Në këtë mbështetje ne sigurohemi që Ukraina nga njëra anë të mund të forcojë mbrojtjen e saj në fushë betejë dhe aftësitë e saj mbrojtëse pra të gjitha nevojat ushtarake dhe nga ana tjetër të mbajë funksionimin e shtetit dhe shërbimeve bazë tha para gazetarëve von der Leyen. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.